Nga të dhënat e para që kompania çeke i ka paraqitur administratës së re të ÇEZ shpërndarje, rezulton se situata e lënë prej saj është në gjendje të mjerueshme dhe jo ashtu siç ajo ka raportuar më parë se të largohej nga Shqipëria. Vërehet nga statistikat e para dhe nga dhënat e para që sjell kompania ÇEZ shpërndarja në administrimin tranzitor të zotit Dollapi, vërehet që situata e kompanisë ÇEZ shpërndarja ka pas shumë problematik dhe problematika konsiston dhe në procese teknike të matjes, e cila po t'i referohemi vetëm Tiranës, pretendohet që është në një situatë jo optimale dhe jo në kushtet për të cilat kompania ÇEZ shpërndarja më parë ka raportuar pranë endit rregullator të energjisë. Nisja e një arbitrazhi ndërkombëtar nga ana e grupit çek, sipas drejtorit juridik të ERE, është një formë ligjore të cilën mund ta ndjek, por jo pa u shpronësuar më parë nga shteti shqiptar. I ndodhur ose në pozicionin e drejtorit juridik nuk e kuptoj se si mund të drejtohet arbitrazhit kur shteti shqiptar akoma nuk ka filluar në proces shpronësimi me kompaninë ÇEZ. Por gjithsesi kompania ka drejtat ligjore që t'i drejtohet arbitrazhit në lidhje me çështjet që ajo pretendon. Por nga ana tjetër edhe qeveria në bashkëpunim me ERE po përgatitet për t'u drejtuar një gjykate ndërkombëtare, pasi dëmet që ÇEZ i ka shkaktuar Shqipërisë janë shumë më të larta se shuma që ÇEZ pretendon se ka humbur në vendin tonë. Kompania ÇEZ shpërndarja e administruar nga shoqëria ÇEZ, ÇEZ AS, ka të paktën një debi vetëm kompanive të cilat janë 100% aksionerë shteti shqiptar, siç është Keshi dhe OST, është një debi që konsiderohet rreth 300 milionë euro. Sipas agjencisë Reuters, kompania çeke ÇEZ ka informuar zyrtarisht qeverinë shqiptare rreth synimeve të saj për të filluar procesin e arbitrazhit ndërkombëtar, po pa përcaktuar vendin se ku mund të zhvillohet arbitrazhi dhe dëmin që do të kërkojë.